Atëherë të shkojmë pak për këtë javë që po vjen, ndjenjat e djalit drejt një vajze apo asaj vajze për të cilën flitet e përflitet. Shikoj një person që nuk i jepet totalisht kësaj vajze, kësaj femre. Ndonë se ajo do donte sikur pak ta përqafonte atë, partnerin tuaj. Ndërsa djali nuk është i përkushtuar, thjesht është prezent, ndërkohë këtu është edhe dikush tjetër që vëzhgon, ruan, apo po pret momentin e duhur. Unë nuk shikoj ndjenja, por dhe fakti që është disponibël prap tregon diçka. Ose është kundra dashurisë. Ciao.